Një 34 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Shkodër, pasi ishte shpathur në kërkim ndërkombëtar. Përmes një njoftimi, policia bën të ditur se vijojnë kontrollet dhe operacionet e njëpasnjëshme nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale për kapjen e personave të shpathur në kërkim ndërkombëtar. Finalizohet një tjetër fazë operacionit policor të koduar Operacionalia. Lokalizohet, kapet dhe vihet në pranga një i kërkuar ndërkombëtar për trafikim të lëndëve narkotike. Shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale në vijim të punës gjyrmuese për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpathur në kërkim ndërkombëtar, bazuar në informacionet e siguruara në bashkëpunim me shërbimet operacionale të DVP Shkodër, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Operacionalia 83. Në kuadër të operacionit, në qytetin e Shkodrës u bëi mundur lokalizimi, identifikimi dhe arrestimi i shtetasit me inicialet SH 34 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër. Ky shtetas ishte shpathur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma në Itali për ekzekutimin e urdhërit për zbatimin e masës së sigurisë personale, arrest në burg, të caktuar nga gjykata e Milanos për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale të parashikuara nga Kodi Penal i Italisë.